Dhe shumë të tjerë që do kishin pas dëshirë, por kuptohet që edhe ftesat kena bërë me pikatore, se do ishte desh me mush një stadion këtë ditë. Është një ditë e sportista që po e lanë gjurmë jo në rregull kombëtar, po në rregull ndërkombëtar, marrja që ndodhet mes nesh, e falenderoj shumë që ashtu, pikërisht edhe babajn, nanën, motrën dhe shoqen e tij, Parke Ameriket, dhe vajerin me familje, që për arsye punët, impenjimit, i biri ka pas pa mund të ardhë, që kampionati ingles vazhdon. Njësisht, Augustinin, djalin e tij, dhe familje, ju e gjithë qatë mirë, kampion botën Tonini. I nga dhe Tonini e zjoke, Tonini në këshon, i nga dhe i shprit. Sportist, adhurus i sportit, që patë më parë në listë, dhe kjo është shumë e dashur me malësorë. Përgjithse dhe jena një jetë. Tu kena dhe dy frejmin, një gazetar për krejt treventon, për sportistat, është adhurus i sportit, i futbollit, kryesisht i sportit në përgjithësi, por edhe i malësorëve të malësisë madhe, si top pjellore, si na përdojmë në gjitha drejtimet, vetëm njës të ndritun, me në hapun, dhe të parin, të jap titlin qytetar në erit, në emër të Këshillit Bashkiak, Bashkisë Malësisë Madhe. Bashkia Malësi e Madhe në vendim të Këshillit Bashkiak, numër 64, datë 24 tetor 2025, një titlin. Qytetar në erit, Zotit Mario Lin Mitaj. Me motivacionin për punën, për kushtimin dhe profesionalizmin e tij në fushën e sportit, e në veçanti në atë të futbollit, duke u shpallur finalist në kampionatin evropian në futboll në 2024, me falenderën e ekipit tonë kombëtar, duke nderuar dhe bërë krenar gjithë malësorët dhe mbar shqiptarët kudo që ndodhen, si dhe duke lartësuar kudoherë treven tonë Malësi e Madhe e Magjerë. Besoj ke fjalë për të rritë e Malësisë Madhe dhe Shqipërisë. Përshëndetje të gjithëve, një falënderim të madh për kryetarin e bashkisë dhe gjithë stafin e tij për këtë shumë të bukur që më kanë dhënë sot, i ditë shumë e veçantë për mua. Një falënderim të madh për mi, që janë këtu në shumë krenar që jam
malësor, një përfitim që të juvaj është që të punëm, juvaj akoma më krenar në të ardhën. Polonin, që më banë? Polonin do të dem se zvan. Kujdes se e ke atje gëzimin. Bashkia Malësi e Madhe vendim Këshillit Bashkiak numër 63 datë 24/02/2025 i jep titullin Qytetar nderit, Zotit Jurgen Tonin Uldedej. Me motivacionin, për punën, për kushtimin dhe profesionalizmin e tij në fushën e sportit e në veçanti atë të boksit, duke u shpallur kampion bote, duke nderuar dhe bërë krenar gjithë malësorët dhe mbarë shqiptarët kudo që ndodhen, si dhe duke lartësuar kudoherë treven tonë Malësi e Madhe e Mezerë. Paulinit, me zenë se do me tonë. Nderuar kryetari i bashkisë, Malësisë së Madhe, në vendit më të bukur në botë, nderuar zoti Sterkaj, si drejtues politik dhe sportist që kemi pas gjithmonë në illull, të nderuar Këshilli Bashkiak dhe kryetari i Këshillit, që është një pjesë e rëndësishme në vendimarrjen e kësaj ceremonie, të nderuar deputet. Në pamundësi që Jurgenit marrë pjesë për arsye se shumë shpejt ka një neshje të madhe për mbrojtjen e titullit, sepse me shpirt, me mendje dhe me zemër këtu e rrajt në gen, këtu ku i ka pas partë vet, dhe këtu ku gjithmonë krenohet që është malësor, siç ata dhe Mario Mitaj jam krenar, që jam malësor, të njëjtën gjallë të thonë dhe Jurgeni këtu, dhe e them në emrin e tij. Unë emocioni i sot, më besoni, është sa emocioni në kështjes, kur ju e dini, kur çfarë emocioni nuk e di prim, kur shef djalin duke u rënë ring, pra ti të gjë po përjetoj tani. Sepse jam thash në rënjët tona dhe kujtojmë të parë tanë të cilë dihet që Shqipëria edhe flamurin për herë parë ka ngrit Malësia e Madhe. Edhe Shqipërinë Europian e ka ngrit, e ka qenë atje në Malësisë së Madhe. Dhe për një të parë titullin e kampionit bokës e ka marrë një djalin e Malësisë së Madhe. Ju falenderoj shumë, ju dua shumë respekt dhe gjithmonë një njohje për ju. I ke, do me thonë, ty edhe gëzimit, u kanë në gjafë fëmijët, do me thonë, sportista janë 100% si vjetë. fix të ju dyve. Bashkia e Malësi e Madhe vendim Këshilli Bashkiak numër 62 datë 24/02/2015 i jep titullin qytetar i ri. Zotit Armando Xhevahir Broja. Me motivacionin për punën, për kushtimin dhe profesionalizmin e tij në fushën e sportit, e në veçanti atë të futbollit. Duke shpallur finalist në kampionatin evropian të futbollit 2024, me fabelën e ekipit tonë kombëtar, duke bërë krenar gjithë malësorët dhe mbarë shqiptarët kudo që ndodhen, si dhe duke lartësuar kudoherë treven tonë Malësi e Madhe e Mezerë. Shumë faleminderit. Zoti kryetar,
faleminderit për këtë titull. Tash e ka merituar, edhe ka merituar dhe se ka merituar, sepse të janë, kanë pas kohë, kanë pas mundësi. Po mi të thëtë shumë respekte, shumë faleminderit edhe mirënjohje. Sa harron kena malësor, s'ka me harru kur kena malësor. Na ka mojtë këna gjithmonë, kudo që kena shua, kudo që shkojmë. Tash, a një respekt tamam i veçantë. Ne ndjef një në gurbet, ne rrit gurbet. Jene më numon edukatën si prim, për ka këna ardhë, e për ka këna ardhë. Tash inshallah mojnë, inshallah respektoj këtë titull, edhe inshallah në mirë njës dhe në fund. Shumë faleminderit për gjithëve. Gjërgjajnë e fukara e banja i shti, aty do të punisë. E ma dhe dyja dhe gjalin ta. E kjo është edhe për këtë Veçanti, sportistëve tonë që morën titullin, i falenderoj për kontributin e tyre në futboll, në boks, dhe ju uroj suksese, sepse në mënyrë veçantë. Përmjetjetat tonëve, mirë si u gjeta në martësit madhe, i nderuar kryetar Bonin, i nderuar koleg Paulini dhe Bujari, shumë këndësi për mua me kanë sot në mesin tuaj. Historikisht duke qenë në martësinë e madhe kanë lidhur shumë gjana, dhe jam realisht shumë krenar dhe besoj që çdo shqiptar duhet me kanë shumë krenar për arritjet të treve këtyre bive të malësisë, që kanë ambasadorat më të mirë Shqipënisë në arenën ndërkombëtare, sepse kultura dhe influenca që trit mundet me bërë sot në arenën ndërkombëtare mundet me kanë shumë më madhe se ajo që bën politika. Kështu që unë ju falenderoj shumë që jeni fytyra më e mirë e veriut Shqipënisë dhe ton vendit ton. Tonini e voni kërkesë, unë kam i kërkesë tjetër, me që pak fati, shumë talenti juaj dhe rrethonat ju kanë ndihmuar për me mbrit këtu ku jeni sot. Tash ndihmoni edhe ata tri që besoj që talentin ja u ka falë Zoti në mënyra të jashtëzakonshme në këtë vend. Për që jepni dorën, ndihmoni me gjithçka. Edhe unë do të thosh investim në futboll. Faleminderit shumë. Nderuar sekretari i Bashkisë të Marinaj, nderuar kolegë deputet, të dashur sportista dhe prindër të sportistave, sot jena mbledhur për një ditë shumë të rëndësishme për martësinë e madhe me Verën, se jo dhe për kombin shqiptar, ku 3 djemve të ri, të cilët për mendimin tim janë ambasadorët më të mëdhenj që diplomacia shqiptare ka sot në përbot, Armandoja, Jurgeni, Mario, të cilët me talentin e tyre, me shpërfaqjen e talentit dhe sukseseve të pasnjëshme në fusha ndryshme të sportit, Jurgeni me sportin burnor të boksit, ku disa herë ka dalë kampion dhe siç e thotë Jati, së shpejti ka një ndeshje tjetër për mbajtje titullit. Po kështu Mario, i cili ka shkëlqyer në klubin e tij në Arabi dhe me kontarin ka qenë ndoshta më inspiratori vitet e fundit. Armando po ashtu, i cili na ka rritë vlerën e madhe, sidomos në ndeshjet me Hungarinë. Unë personalisht i kam shijuar ata golet e jashtëzakonshëm dhe shpresoj që të endën na shfaqe një të tillë. Të jesh sportist elitar, siç janë këta tre të rinj malësor, nuk është e lehtë. Është mund, është sakrificë, është pasion. Unë vetë pak, kam bëjt shumë pak sport, dhe e di shumë mirë çfarë do thotë. Nuk mjafton talenti, por puna e tyre e vazhdueshme, që unë do t'i falenderoj nga zemra, të cilët ne na kanë bërë krenar, kombëtarën shqiptare ja kanë rritë rëndësinë dhe vendin e cilën ndodhet renditja e kombëtarës e tregonte. Dhe shpresoj shumë, atje mbrapa shikoj djemt të vegjël edhe më të rritur që luajnë për Velecikun, edhe këta malësor të mirë, dhe shpresoj që ju të jeni udhërëfysit e atyre që në gjenerat të tjera të kemi prapë Mario, Armanda, Jurgen. Të kemi këta, se ju jeni shpresa dhe besoj shumë që ata do të ndjekin shembull të tjerë. Që mos të mbaj gjatë, unë
këtyre dy djelmoqave të futbollit ju uroj që të njëjtën shumë fat edhe një fitore që jam shumë i lumtur që sot jam pjesë e një ceremonie që jam i bindur futet në ditët e nderit, jo vetëm për 3 personazhet dhe kampionët që kemi këtu, por për gjithë të 3 që unë do ta cilësoja kampione e Shqipërisë me kampionët që ka. Malësia e madhe. Një vit më parë, në zyrën e kryetarit, kur po bënin emisionet dedikuar Mario Mitajt, Brojës dhe Hysaj, i bëj një lutje kryetarit. I thash, të njoh që ke burni dhe duat ma qosh një rigja, i themi në deri në fund. Ma thuj, tha, e ketë normale. Thash, këto sportist, të lutëm i bëj qytetar nderi Malësisë madhe. Sa ka kënaqësi më të madhe, se të kesh qytetar nderi, djem të tillë që janë kënaqësi e kombit. Mario Mitaj, një mbrojtës i jashtëzakonshëm. I mrekullueshëm, një karakter të fortë, i shkëlqyeshëm, kudo, një familje të përsosur, kanë qenë në shtëpinë e tyre, në Vermosh, aty ku harta vendoset ngosht në vendos gishtin. Njerëz të shkëlqyer, djalë i shkëlqyer që nuk thot asnjëherë jo, dhe i thot vetëm poshtë Shqipërisë dhe me lojën e tij apo probleme jo vetëm shqiptarët, por dhe arabët, imagjinoj. Mario Mitaj. Armando Broja, nëse mos se do ta kishte zili, çdo kush ta kishte. Ndaj unë them që djem të tillë, golet e tij, loja e tij, performanca e tij janë një pasuri kombëtare. Dhe unë vërtet kënaqem që ai sot është në podin e nderit Malësisë madhe dhe përfaqësohet nga babai i tij Joel. Ai është një kampion botën boss që del nga këtë zonë. Sepse unë e dija që Malësia e madhe është kampione në Shqipëri edhe në gjithë Ballkanin për djem futbollistë kombëtarës. Janë 8 që kanë luajtur me ekipin kombëtar. Dhe sot në formacionin e kombëtarës janë 3 yje. Njëri prej cilëve ka vendosur rekord në Shqipëri. 94 ndeshje, pikërisht Hysaj. Elcini Hysaj, që kemi këtu babai e tij. Është Armando Broja Sulm dhe është i pakalueshmi mbrojtësi në numrin 3 Mario Mitaj, që gjithë më thonin mua kur shkojnë në Shqipëri, është nga Himara. Jo, është nga Vermoshi. Aty ku flitet shqip, aty ku buka, flamuri, zemra, pesa dhe futbolli janë krye fjalë. Kështu që unë e falenderoj kryetarin Shqipëri Bashkiak, sepse mendoj që titulli për këta 3 djem ka një rast specifik. Nuk është në ato rastet kur titulli i bën nder njeriut, por është në rastet kur njeriu i bën nder titullit. Ndaj ta gëzoni të 3, takëzojnë edhe tjera që ka marrë, sepse nga kjo zonë ka dalë dhe Bekim Bale, një duar në vitit dhe për topin e artë të Shqipërisë, Elcej Hysa që është bërë në Kajderi, kapiteni kombëtarës, ka dalë Salvador Kaçaj, është origjinë Rudi Vata, është Çokaj, janë 8 futbollistë të kombëtarës që kanë veshur uniformën kuqezi nga Malësia e madhe. Kështu e thot Bashkimi Armekaj, se nuk gabon, gojnë 3 këngë. Një minjoje për gjithë gazetarët që janë këtu dhe të Shkodrës, një minjoje për gjithë kolegët e mi, sepse kanë dhënë shumë për sportin dhe për futbollin, ka bërë shumë, dhe për secilin nga ju, për familjarët që u keni krijuar mundësinë djemve tuaj të jenë krenari e kombit. Sepse këta nuk janë vetëm krenari e Malësisë madhe, janë krenari dhe pasuri kombëtare. Faleminderit kryetar, terminosh për festën, për respektin, faleminderit kampionit që ka një merit jashtëzakonshme sa ishte sportist, sepse është një kampion absolut i tapetit. Është Paulin Sterka, që meriton një dorë në vitja, deputetëve që janë sot këtu, edhe kampionës së agroturizmit të Kozgaboll, Marianës dhe Bujarit dhe gjithë që jeni këtu, minjoje gjithëve dhe u arsha vetëm për momente të tilla Malësinë e madhe. Unë sa të kem jetën dhe sa të kem frikën, do promovoj njerëz të tillë, yje të tillë, kampion të tillë. Zoti ju rujt gjithë. Faleminderit, çfarë pjesë këtu ka bërë një surprizë me kush është gjëja më e shtrenjtë, bluzë e ekipit kombëtar. Ajo është dhuratë sot për ju. E presim e dorë do të Mario Mitaj. Një futbollist klas. Që ka ardhur bashkë me familje nga Athina sot, familja që i përshëndes Lindin dhe Agën dhe gjithë të tjerët, për t'i bërë këtë surprizë kryetarit bashkisë Toni Marinaj. Bluza me numrin 3, Mario Mitaj.
Majtë dorë këtë. Majtë dorë këtë këtë. Se ne na duhet me majtë për me firmohet fëmija. Da, do me firmos ti. Që ti? Të qosh e ti nga mjo vetë? Me firmos e vetë kanë dhe kura kanë të. Egzash kërdar, a di familje futbollistë shkit. Boksiren më të mirë të botës. Ndërkohë për Nitajn unë e simpatizoj shumë. Uroj Disa herë, se i i përgjithshëm të shekë rrallën për ambasador. Ashtë dhe. Po shumë do bëjmë i sukses, shumë do punë i sporti. Sholla pak fat. Po t'ja bën shërbim. Sholla e mirë dhe pak fat na duhet. Nuk ka si bilet. I ka qanë tonë që ka nej. Nuk e di që ka do me këtë meni. Shërbro? Për kështu, po më vjen për me a thonë që kur foli kryetarja ose njësisë atje, që ta vjen të Kelmenit, edhe Jurgenia. Por jo, në rrallë pare kena kastrat. Kastrat, por një Kelmenit. Tash kanë filluar mu martu për Edhe sholla fitoj. Kjo ka. Ja të kena